Kosovën e çliruar, brezat janë sakrifikuar. Vjetori i pavarësisë së Kosovës nuk ka kaluar në eshtje as në Vlorë, teksa u zhvillua një aktivitet përkujtimor. Aktiviteti nderoi kujtimin e ronjve që sakrifikuan jetën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Me mirënjohje dhe respekt të thellë të gjithë të pranishmit, u përulën përpara veprës të tyre të pavdekshme. Historiani i njohur Skënder Spahiu theksoi se pavarësia e Kosovës erdhi nga ushtria çlirimtare, një akt sublim, shpallja e pavarësisë, një shtet i pavarur, liberal dhe i lirë. Po, ky është viti 18 i pavarësisë së Kosovës, e cila u arrit si rezultat i gjakut të derdhur nga UÇK-ja, të gjitha ata djem, gra dhe vajza që morën pjesë dhe burra në ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe shqiptarët të cilët na tashuan në këtë ushtri, një ushtri e cila u udhëhoq nga Aleanca Atlantikut Verior, nga NATO. Ne në histori e themi NATO mbuloi ajrin, UÇK-ja ishte këmbësoria toksore, e cila ndikoi drejt për drejt në çlirimin e Kosovës dhe u desh një kohë gati 9 vjeçare që nga çlirimi i Kosovës deri në shpalljen e pavarësisë së saj në 17 shkurt të vitit 2008, e cila ishte një akt sublim. Një fjalë e mbajtur nga kryeministri i kohës zoti Hashim Thaçi për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, i mbështetur në 12 pika, një shtet i pavarur, liberal, demokratik dhe i lirë. Kjo ishte një goditje e madhe për serbët, për slavët, të cilët kishin mbajtur për gati 100 vjet këto territore në jurisdiksionin e Serbisë së Madhe apo të mbretërisë serbe. Ne ju urojmë sot Kosovës jetë gjatë në pavarësinë e saj, do i uroj sa të uroj gjithë kombi shqiptar dhe i bashkohemi i thirrjes së lirimit të këtyre njerëzve, të drejtuesve të UÇK-s, të adresuar në gjykatën e Hagës në mënyrë të gabuar në bazë të shpifjeve të Beogradit apo dhunës dhe intrigave dhe të shqipfolësve të cilët në historinë e tyre kanë në bazë jo patriotizmin dhe krenarin kombëtare, por intrigën dhe shpifje. Profesor Ulsi Hako, kryetari i Komitetit Kombëtar të Veteranëve dhe Pasardhësve të Veteranëve të Shqipërisë, thekson se mesazhi i zhvillimit të këtij aktiviteti i shkon kombit shqiptar dhe atij kosovar. Duhet t'ju thua që emocioneve qëndrori ngrini një moment që do dalë arsyeja në komand dhe të shprehi vlerat dhe mesazhet që dha ky aktivitet. Në Vlorë i kishte lezet, i kishte e shtroi vlerat e Vlorës edhe Vlora me këtë koncert, me atë kuvend i dha një mesazh tjetër. Je freskoj mesazhin kombit. Je kombi vjetër, je kombi tradita, ke duruar varfërinë dhe mjerimin, po robërin asnjëherë. Ke luftuar për lirinë, ke sakrifikuar me jeta e qindra dëshmor në Shqipëri, në Çamëri, në Kosovë e kudoje. Omazhi që ju bëhet dëshmorëve është omazh për atë çmim të madh që dha ky popull, ky kombë për lirinë. Aktiviteti u shoqërua edhe nga një program artistik, kushtuar trimërisë dhe heroizmit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe komandantëve të saj. Kapelja UÇK të rriti në një ditë. Uniforme madhe, o burnesh dardane, o Eneide vogël, shoten e ringjallë. Dalëm këtë luftë të zezë. Sani jot Kosovë, këmbanat e zis ndes. Pishjellin e Londrës, mjegullën, lajmi qan. Blofi në këmbin driti, pritë moj Kosovë, ojnan. Heroikisht janë flijuar për një Shqipëri të bashkuar.